Të dashur teleshikues, këtu në emisionin Ditari i Durrësit në Adrianet. Të ftuar shtonë në studio, kemi poeteshën dhe prozatorën e njohur sot të re shqiptare, Armelinda Qyqja, e cila banon në shtetin e Kanadas, por asnjëherë si ka shputur lidhje e saj nga dheu. Këtë lidhje i vërtetojnë poezitë e bukura që ka bërë me motivet e dheut, tregimet e bukura për të cilët do të na flasë sonte. Mirë se erdhe në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën, Mark. Kënaqësi që jam këtu me juve. Tash për teleshikuesin ton pak më gjatë, kush është Armelinda Qyqja? Pak historinë e saj. Ku ka jetuar? Ku ndodhet? Kam lindur në Tiranë, prapa shkollës Çajupi, për gjithë që njohin, familje e vjetër tiranëse, dhe kam emigruar në Kanada në vitin 1995, kur kam qenë vetëm 17 vjeç. 30 vjet në Kanada kryesisht, në Vancouver. Hapat e parë në letërsi unë i kam hedhur kur kam qenë në gjimnazin Çajupi. 14-15 vjeçare kam filluar të shkruaj shkrimet e para, por për shkak të problemeve që ne gjithë hasim në emigracion, i vura kapak, si thush, i lash me një anë dëshirat e mia personale, shkrimin, letërsin, dhe punoj si ndihmës dentiste për 24 vitesh. Libri i parë ka ardhur në 2018, në kaq i vonuar se që shumë njerëz për shkak e kanë bërë atë pyetje që çka ke bërë me tërë këtë kohën, se është një kohë e gjatë që nga 95 për shkak që unë u largova dhe isha 17 vjeç, gjërë në vitin 2018 që ka ardhur botimi i parë, po realisht mund të isha ajo kohë për gjetë vetveten se kisha humb. Keni botuar 12 vëllime të ndryshme, për mua të gjitha kanë të veçanten e vetë dhe janë të bukura. Mua për shembull më pëlqejnë më shumë poezitë. Ndoshta këto kanë qenë dhe lidhja jote e parë, ashtu siç ndodh me gjithë me të rit, po ti ju e keni kultivuar. Por e veçanta këtyre poezive, me sa shoh unë me përvojën time si gazetar, jo si krijues si jeni ju, janë si të janë të lidhura shumë me vendin. Duket sikur i keni krijuar në Tiranë, jeni në Shqipëri, i krijoni edhe sot, pavarësisht se këto mund ta kenë origjinën në Kanada, kur i keni shkruar. Gaboj? Nuk gaboni, megjithëse janë shumë të pakta ato poezit, për shembull ku ndjehet elementi i huaj në përmendjet e vendeve, si për shembull Oqeani Paqësor apo një liçen. Kryesisht unë jam kjo që jam, dhe nuk, domethënë mund ma hedhësh edhe në Mars, edhe për njësoj të shkruaj. Nuk ka të bëj vendodhja me ku është shpirti i poetit, ku është shpirti i shkrimtarit. Kështu që ajo ndihet qartë se është në çdo element, që formon poezinë, në çdo motiv. Pastaj janë ato poezit që janë direkt për probleme sociale që kuptohen, ose janë poezit që janë kushtuar vendbanimeve antike ose krijesave mitologjike. Pra janë pjesë e pandashme e imja. Dhe prandaj them që nuk ka fare rëndësi vendodhja gjeografike e personit, sepse ai është formuar, frymon në një frym të caktuar, aty ku e ka marrë frymën e tij të parë. Pastaj nëse i kthehemi se çfarë kam shkruar, ku e kam pas qasjen time të parë, faktikisht kanë qenë dy rrugë paralele që unë kam eksperimentuar në të njëjtën kohë. Dhe poezinë dhe tregimin e shkurtër skicën. Pse? Sepse tregimi i shkurtër skica, për shembull, më jepte mua hapësirën që të trajtoja një gjë, jo në planin tim personal, se poezia është ndjenjë. Do të shkruash në unin tënd poetik. Kurse nëse do të flasim për një ngjarje, atëherë do të kemi personazhe, do të kemi një mini film. Nuk ke mundësi tjetër të trajtimit të këtij mini filmit. Kështu që detyrohesh që shkon në atë. Detyrohesh udhton tërkohën në dy palshina. Do thuash po ti ke shkruar 2 libra me tregime vetëm, ndërkohë që ke sjellë këto të tjerë në poezi. Poezia është dashuria jote e parë, duket sepse nuk e di a ka qenë e parë, po është dashuria më e fortë, le të themi. Prandaj si duket. Është dashuria më e fortë. Më saktë tash, duke u larguar nga dheu, nëse mund të na përkufizosh, çfarë ke humbur nga Shqipëria dhe çfarë ke fituar nga Kanadaja? Po çfarë humba është ajo që 23 vjet më desh të gjeja veten time.
Se duke qenë emigracion, në detyrohem të zgjedh rrugë të tjera pragmatizme, largohem dhe nga libri, largohem nga letërsia. Okej, lexoj atje, po lexoj frymën kanadeze amerikane, shkriptarët bashkohor. Është një qasje tjetër karshi letërsisë. Kur vjen puna për shembull për romane që janë me tema historike, okej, shumë përfitoj nga ato. Kur vjen puna tek poezia, nuk e shijoj unë një poezi, sa ato që di gjuhën, në një gjuhë tjetër. Edhe ti thuash të dashurit tënd apo fëmijët, zemra ime, shpirti im, fëmijës vogël, edhe t'ia thuash në anglisht nuk është e njëjta gjë. Shqip ti ngollon më bukur. Do të thënë kur neve njerëzve më të dashur, fëmijëve për shembull, ose nuk i themi dot tërë ato për këdhelite, nuk kanë, është si puna e shërbetit baklavas. O do ta bësh tamam siç duhet ose nuk bëhet. Kështu që domethënë unë personalisht ndoshta kam bërë edhe shumë luftë me vetveten për të mos ndryshuar. Për të mos u bërë 100% kanadeze. Kam luftuar që t'jem një hibrid, që i marrë asaj botës ku jetoj, t'i marrë më të mirat, pozitivitetin, kërkesën për punë, disiplinën, po nga ana tjetër tura ato elementet e mi që janë shumë të rëndësishëm, element shpirtëror, vokacionin. Kështu që ndoshta kjo është pse ju e ndjeni sikur unë jetoj këtu, ndërkohë që unë kam 30 vjet që jetoj andej. Duke lexuar poezi tuaja, unë kisha të vështirë të përcaktoja vendbanimin të sot, realisht. Po sot dhe kaloza poezi tuaj, sepse nuk kemi patur njohje, por më krijoi kjo përshtypje. Tash për më rëndë që më në detaje, ju jeni në Kanada, keni lindë në 77-ën, keni ikur shumë e re andej. 17 vjeç. 17 vjeçe. Sa të mungon dielli i Tiranës? Jashtë mase. Sepse atje koha është shumë e vrenjtur. Tërkohën, pothuajse nuk nxehet kur që të arrijnë temperaturat si në Tiranë, ose që të kemi tamam sezone, nuk 2 javë, 3 javë, i nxjerrim prap teshat e dimrit. Dhe kjo mungesa e stinove më ndikon. Nuk arrin të përgatitet as trupi, as shpirti të përkalimin nga pranvera në verë, nga vera në vjesht. Na duket sikur jetojmë tërkohën një vjesht. A mos përpiqesh të zëvendësosh këtë diell Tiranës me atë pak dritë që keni të poezitë tuaja, me atë përshkrim që i bën, mos është lloj kompensimi. Po tani si thon asaj shpresë që gjua vete ku dhëmdhëmbi. Kështu që edhe ajo mund të jetë. Sta besoj si dentiste. Këtë shprehje, do të dish shprehje tjetër. Nuk e di. Po, bëjmë humor. Problemi është tash, keni botuar sa libra? 10 libra në shqip. 2 për mbledhje janë në anglisht. Dhe 2 në anglisht. Kështu që gjithsej 12 në volum. Çfarë vendi zë proza veç poezisë? Poezia ka një vend më të veçantë besa shohun. Poezia është ke zemra. Po, në prozë ku ke synuar? Në prozë unë synoj që të perfeksionoj së pari tregimin e shkurtër. Është prova ime e vështirë. Sepse tregimi i shkurtër njësoj si poezia të lën lakuriq. Ti nuk mund të zgjatesh edhe të riparosh gjëra rrugës. Është shkolla Çehoviane, thëm. Eksakt. Kështu që nuk ke alternativa tjera. Dhe mendoj që duhet ta sprovoj veten time që ja kam arritur me sukses, përpara se të kaloj në një zhanër tjetër më të gjatë si novela apo romani. Do ta dëshiroja që të arri aty, synoj, por do t'ja lëm kohës. Me poezi që ke botuar, çfarë ke arritur? Çfarë kam arritur? Që mendoni ju se? Kritika mund të ketë opinion tjetër. Tani kritika, s'pari njerë kur njerëzit më ndjekin në rrjetet sociale dhe shprehin kënaqësi dhe mirënjohje për ato që unë dhuroj, është një çmim i pa deklaruar. Zëre se hyra në një festival, një konkurim dhe mora një çmim. Sepse unë e kuptoj kur njeriu është i sinqert në koment. E kuptoj kur personi thotë që dita ime nis me një kafe dhe me një poezi nga ty. E kuptoj kur njerëzit shkruajnë mesazhe private për shkakun dhe marrin mundin të përkthejnë ndonjë poezi timen.
krahas punëve që kanë. Poezitë tuaja mendoj që ata lexuesit të adhurojnë ose të bëjnë komplimente, gjejnë vetveten. Gjejnë vetveten dhe shumë kanë qenë edhe gra. Dhe janë habitur që unë s'kam mbaruar për gjuhë letërsisë, se kujtojnë se mund të jem një profesoresh e letërsisë, dhe kur marrin vesh për shkakun që unë kam ikur, bëj një zanat krejt tjetër, ndihmës dentiste, gjen motivacion për të përpjekur dhe ato për të bërë diçka më mirë, ndoshta për të kthyer një kursi, një shkolle, ose thjesht për gjetur pak më kohë për veten, për të lexuar, për të kushtuar vetvetes. Gjejm pak më shumë guxim për jetën. Dhe ajo për mua është një çmim. Që them, unë kam arritur diçka, pavarësisht, nuk e di a kam arritur ta perfeksionoj unë poezinë që të arrijë një stilistik të përsosur, apo jo, ajo ngelet te kritika dhe prapë shije personale, se për shembull ma jepni juve atë çmim ta zëm, poezia Armenit është e përsosur dhe mund të vijë një kritik tjetër dhe thotë jo, ka këtë apo atë mangësi. Janë subjektive, mendimet për sa i përket artit. Pastaj kënaqësia është jam interpretuar nga ikonat e artit, që mendoj që vlen më shumë se sa çdo çmim letrar që mund të kisha fituar. Dhe ajo është për shkak se gjen vetveten, gjen mendimin e fortë tek unë, pavarësisht se unë jam grua dhe poezitë që ata kanë interpretuar në poezitë forte. Dhe kjo është ajo që u them, ja kam dalë, domethënë edhe në atë fushë që mund të konsiderohet si botë burrash të çaj. Dhe mos fundi është ky botimi i fundit që më dha një dimension tjetër, që të them okay, se nuk është një sukses vetëm në Shqipëri. Çfarë ke pasqyruar në atë volum? Tani, ky është një përmbledhje me poezi që unë i kam shkruar edhe ndërkohën që po bëja bisedimet për ta botuar këtë libër, domethënë janë të freskëta fare. I kam përzgjedhur për t'i prezantuar tek lexuesi i huaj. Lexuesi që do më lexojnë anglisht. I kam përkthyer vetë. Dhe jam munduar që ta paraqes veten time si një poete kozmopolitane që trajton pak nga gjithçka. Që edhe kur ta lexoj një serial ta gjej veten e tij. Poezitë janë shkruar më parë, se nuk është bërë enka se duhet fusim një poezi. Se çdo poezi ka dhe datën. Ke përshtatur në anglisht tash. Po, dhe as nuk mund gënjes se çdo poezi ka datë. Dhe ka qenë rastësia, për shembull, vrasja e vajzës njëra për flokët. Unë e shkrova atë poezi se ashtu më erdhi ndjenja në atë moment që mendoj këtë lirinë time, këto flokët që i mbaj kështu dhe kurse një femër pikërisht për këto flokët është vrarë për një balluke të dalë jashtë. Domethënë që kanë qenë gjëra që kanë ardhur spontanisht tek unë, nuk është se i kam bërë qëllimisht. Dhe një poezi për shembull që ka frymzuar kopertinën, këto kopertinë ka bërë piktoria Bruna Aliaj në Vlorë. Dhe Bruna ka bërë dhe kopertinën e librit tim në tregim me Pirgje Tirta. Kam një Athinë që del nga koka e Zeusit. Dhe është miti që e din të gjithë që Zeusi e mbajti të palindur në kokën e tij sepse orakulli kishte thënë që fëmia që do të lindësh do të rrëzojë nga pushteti. Dhe unë kam një poezi që nuk titullohet Golden Armor, mburoja e artë, por titullohet pak Paqe, dhe unë flas pikërisht sa Athina them përplasin grushtet e gjakosura në muret e kohës që ngelën po të ngushta, sepse çfarë ndodhi, u rrëzua matriarku dhe u rrëzua pushteti i gruas dhe kaluam deri tek mbulimi i gruas. Dhe prandaj Bruna Aliaj me mjeshtri të madhe ka kaluar këtë tisin e holl, që prapë se prapë nuk ja zë rrezatimin dhe fytyrën Athinas që mundohet përsëri të triumfoj. Dhe kjo është ideja kryesore me fjalë, dhe mburoja e artë janë mendimet. Prandaj është vënë titulli Mburoja e artë, se forca e mendimit është çfarë çan përpara shoqërinë. Dhe traileri i këtij libri, që kam bërë një trailer për ta reklamuar në rrjetet sociale, përmban pikërisht të mesazh dhe unë e hap me mbretreshën Teuta, që shfaqet në Dodon, dhe pastaj kaloj me gra të tjera të rëndësishme të historisë, si Hepatia,
që është shkencëtarja e parë femër filozofe që e vran me gur, John Dark, apo si themi shqip, Jean d'Arc, po. Dhe do më thënë janë të përzgjedhura dhe gjërë tek skulpturat e mbuluara. Gratë që kanë lënë gjurmë që janë sakrifikuar. Një nga këto profesoresha që ka dhënë vlerësimet e veta në Kopertinën pas, tha e njëjta gjë dhe në Georgia. Ajo është me origjinë nga Georgia dhe jeton dhe punon si profesoresh në New York. Po tha e njëjta situatë edhe atje. Prandaj kjo është ajo përzgjedhje që unë kam bërë me pikatore, që edhe të jap nga vetja ime përpara botës, po ndërkohë dhe ata të gjejnë veten e tyre tonë se është si një bashkëbisedim. Nuk mund të flas vetëm njëri dhe tjetri vetëm të dëgjojë. Ju thash edhe më para, poezi tuaj keni shumë të bukura. Ke disa poezi sidomos që ja vlen t'i edhe në antologji, mendoj unë, se specialistët tjerë gjykojnë ndryshe. Poezi tuaj keni shumë të kalibruara, shumë të mirë menduara, të shkurtëra, deri si formë ekuacionesh ndoshta, 3 strofshe përgjithsisht. Mos ka ndikuar profesioni juaj si dentiste për të punuar me të njëjtin kujdes në formëzimin e vargut edhe në përmbledhjen e mendimeve, atë kujdesin e imësisë. Poezit janë të imta dhe shumë larg hedhëse në idetë që japin. Tani nuk e di se kush ndikon kë, se ndoshta dhe zgjedhja e profesionit, se çfarë do bëja si një profesion të me që për këtë deg s'vazhdoj dot, dhe çfarë rrugë pragmatiste të zgjedh. Ndoshta këto nuk janë krejt të rastësishme, ndoshta janë shprehje të personalitetit, por që në fillimet e mia të para, ku kam qenë 14-15 vjeç, poezia ime ka qenë lakonike. Nuk kam shkruar kur poezi të gjata, sepse mendoj që do ta humb lexuesin, nëse unë nuk I jap koncentratin e duhur. Dhe kur shikoj fjalë të tepërta në një poezi, direkt I heq. Çdo fjalë duhet më ketë një funksion. Nëse nuk ka një funksion të metaforës, të zbukurimit, të përçimit të mendimit, për çfarë ta fus, nuk e fus fare. Sepse e shikoj si një gjë të tepërt, si një stoli të tepërt. Dhe si person, jam një person minimalist, nuk I kam qef shumë ngarkime dhe diçka. Poezit tuaja ka dhe një diçka që në opsionin tim ka një dram të heshtur brenda tyre strofave, që të shoqëron si një muzikë e trishtuar mbase. Kjo më përshkruan dramën e brezit tënd, të shoqeve tuaja, po edhe pak ndas edhe drama tuaja që mund të kesh kaluar. Për shembull, poezia, nëse më lejon të recitoj, digji nata dhe ajri mes buzëve, veç heshtje hynte nga dritarja hapur. Ti nuk erdhe dhe zërin s'ma dërgove, ti të vetë më le në shtegun pa dritë dhe pa ëndra. Ka shumë dram, ka shumë trishtim, po si kanë lidhur të poezi, se ka dhe shumë të tilla. Tani, po të më analizosh rresh pas rreshti, kuptohet qartë edhe që unë shpesher I lidh edhe me fenomena apo gjëra që përjeton. Për shembull këtu është digje nata mes buzëve. Kur është shkruar kjo poezi ka qenë, kemi thyer një rekord, qyteti im që unë ankova që nuk arrin temperatura nxehta, që kemi një gjendje të vakët. Atë vit thyem rekordja kaluam dhe Las Vegasit për temperaturat larta. Dhe ka qenë tamam ajo zhuritja ajrit dhe këto. Tani unë thjesht I marr ato elemente dhe vesh atë ndjenjën time shpirtërore. Tani poeti nuk ka ku të fshihet. Në poezi nuk ke ku të fshihesh. Nëse do të bësh poezi të mirë, do të flasësh nga zemra, pa rezerva. Kur unë e them që poezia do guxim, shumë njerëz nuk arrin ta kuptojnë. Dhe shumë njerëz shkruajnë me vetret, që për mua poezia me vetret, nëse nuk bëhet fjalë për një trajtim të një teme sociale, poezia e dashurisë nuk mund të shkruhet në vetret. Ti nuk mund të më japësh mua ndjenjë se ai çifti atje u duhet, se ajo vajza atje po loton, se ai djali atje po e kërkon.
ke guxim, hap zemrën tënde, na lër të lexojmë. Kjo është ideja ime. Kush është Sizifi i femrës shqiptare? Keni bërë një poezi shumë të bukur me Sizifin. Dhe miti i Sizifit është pak mit i rënd. Po Sizifin e kemi në jetën e përditshme në gjithë sfidat që kalojmë. Pastaj nëse do ta marrim në planin tjetër, se poezia ka nën kuptimet, domethënë ka idenë ka korridoret e veta. Domethënë kemi një shtyll, kemi një ide kryesore, por pastaj kemi dhe ide dytësore aty në shtresat e poezisë. Tani ajo kuptohet qartë, në shpirt i kam rrëpirat e mallit. Dhe në fund fare them, jep më pak, se frymën time gjën fund do ta jap. Tani ajo është e qartë që është një poezi dashurie. Është pikërisht ajo që njeriu nuk lodhet me ndjenjën, se sado e vështirë të jetë një lidhje, sado vështirësi që të kalosh, ti ja bën halal. Nuk ka fjalë më tjetër, më shqipe dhe më bukur që e thot atë gjë, pavarësisht se mund të jetë fjalë e huazuar. Dhe pikërisht ajo është ajo që unë them, që për herë do të dua dhe më shumë them me atë poezi. Nuk e dia e kanë tërë femrat shqiptare, e kam unë, apo besoj se të njerëzit që dashurojnë me gjithë zemër. Në jetën e tyre çdo femër ka Sizifin e vet. Të ëndra që si ka realizuar. Që si ka realizuar, që i kërkon, për çfarë aspirojmë. Për ne është interesante poezia, jo se që bëni në gjë të veçantë. Ke kapur një aspekt që ndoshta tani të gjithë poezitë e mia nuk është se kanë një gjë të veçantë. Po ti marrë shumë poezi janë të ndërtuar me element shumë thjesht. Po jeta vetë, përditshmëria nuk është në një... Por janë përgjithësuese. Është pikërisht se te ato elementet e vogël, te ai ta them shtrëngimi i dorës apo një shikim, apo çfarë them unë që kam përmendur në një poezi, ta them qerqit lagura. Gjendet jeta e përditshme. Po dashuria ku gjendet? Në jetën e përditshme. Ti nuk del nga jeta e përditshme për të përjetuar dashurinë, ose ti nuk del nga jeta e përditshme për të jetuar këtë realitet që ke. Luftën me shtetin për shkakun. Luftën për të ngritur pak në jetë, bryllat që të rrëzojnë. Sërkomçat që të futen. Ti ke jetën e përditshme, ti nuk ke pse fantazon ta çosh mendimin, nuk e di, në abstraksion. Se në fund fare lexuesi do ta kuptoj atë që lexon. Nëse unë filloj dhe fantazoj dhe shkruaj gjëra abstrakte, apo aq metaforike sa tjetri do një përkthyes për poezinë, e ka humb vlerën. I kemi dhënë një gjaj gjëz. I kemi dhënë një ekuacion matematikore dhe i kemi futur në shkollë lexuesin. Lexuesi ka ardhur aty të marrë ndjenjë. Nuk ka ardhur të luaj gjaj gjëzën çka ka dash të thotë Armenida këtu dhe çka ka dash të thotë. Sigurisht un kam figuracion, kam metaforat, kam figura letrare mbi cilat e ngre. Po ideja duhet të jetë e qartë, dhe duhet të jetë e afërt. Se ndryshe ty pastaj nuk do të interesoj fare ta lexosh, se merr në një dozë ndjenje, se ke poezia ti vjen për ndjenjë. Qose është pastaj lexojmë një ngjarje interesante ti me romanin. Ke një strofë, po hyj gjë poezi, që të mos ta fusin politik. Po. Por mua s'më tremb një jud hero. As një qirë që në u shpalt shenjtore. Me tremb shpresa që po vdes nga do, në çdo kryq dhe në çdo foltore. Kjo është shumë e dhimbshme. Është e vërteta. Po është poezi e rëndë. Në çdo kryq dhe në çdo foltore. Është poezi e rëndë. Po, edhe nuk të fut as pak në politikë. Nuk të fut as pak në politikë në kuptimin që nuk është se po ngrem apo po ulim një parti politike, po themi të vërtetën ashtu siç është lakuriq. Që kjo është gjendja që ne ndodhemi, që shpresa po na vritet në çdo kryq dhe në çdo foltore. E unë mendoj që unë kam një detyrim përpara lexuesit, kam një detyrim edhe para dheut tim, që ta pasqyroj këtë realitet edhe t'i bëj njerëzit të reflektojnë sa do pak. Nuk e di se sa ndërgjegje mund të zgjohen, se sa njerëz mund të ndryshojnë pak nga vetja e tyre duke lexuar diçka të tillë, po sa ka intelektuale kjo strofë. Zërin tim do kërkosh në zhurmë dhe heshtje.
ujvaret e qeshurës, lumë malli dhe hareje. Ashtu si unë të thellë brenda meje, ende pa ikur i dashur prej teje. Nëndor 2021. Besoj se kanë mbetur e vërtet. Sepse shumë njerëz nuk dinë se çfarë kanë. E shumë njerëz pastaj kujtohen me vonesë. Nëse s'janë kujtuar, është për dëmin e tyre. Jo për dëmin tim se unë vazhdoj jetën time. Për çfarë do thotë kjo? Se nëse ti edhe kur e humbet diçka, nuk arrin ta kuptosh çka ke humbur, ti do vazhdosh po udhën e shtrëmbur. Do vazhdosh pa ato udhën tënde boshe. Është shumë e rëndësishme edhe sikur t'ja dim vlerën dikujt, një personi, një shoku, një miku, një të dashuri, pas 10 vjetësh apo 20 vjetësh, se do të thotë që ne po piqemi. Të reflektojmë mbrapsht dhe themi çfarë gabimi kemi bërë këtu apo aty, që ky person nuk e meritonte që ne të silleshim kështu apo ashtu. Tregon që edhe pse ajo gjë ka mbaruar dhe nuk e ndrejsh dot më, paktën në vetveten tënde ti ke filluar të zgjohesh. Do me thënë, vitet që kanë kaluar të kanë bërë pak mirë. Nuk e ngelur, po i pak dhëndur. Në libra që kemi botuar deri tani, kush mendon se është libri më i dashur për ty? Ndaj edhe poetik, edhe një pepros, ose i tregim ai novel që mund të kesh, novelës. Për mua është e vështirë që ti diferencoj. Të them një gjë që është krejtësisht e vërtetë, është që unë shmang edhe shfletimet, që t'i kthejmë librit tim edhe ta shoh. Kam frikë se po t'i kthehem pas do ta gjykoj veten më ashpër. Ndërkohë që ajo ishte Armenida e 2021-shit, ajo ishte Armenida e 2022-shit, kjo është Armenida e 2025-s. I shfletoj më tepër për t'i reklamuar rrjeteve sociale, për të bërë një video poezi, ose se them gjunafe është poezi e bukur edhe po vdes po harrohet se kush po i blen librat. Edhe them hajde i bëjmë një video, hajde ta hedhim prap. Hajde i bëjmë një punim artistik, një foto, një gjë, hedhim rrjete sociale, TikTok, Instagram, Facebook. Por sinqerisht, unë edhe këtij librit të sapo botuar, i kam hedhur vetëm një kështu. Ky është botuar në Vancouver apo këtu? Kjo është botuar në shtëpia botuese është në Texas. Blihet në Amazon ose blihet në Chapters Indigo online. Dhe nuk funksionon si në shtëpi tjera botuese apo Shqipëri që merr një thas me libra, 100 libra, 200 libra dhe kjo porosit sipas nevojës, e ti sillen me post. Dhe sinqerisht po them që e kam shfrytzuar se më duhet të zgjidhja 4-5 poezi që t'ja prezantoja një emisioni në Amerikë. Dhe përveç se kur i kemi redaktuar, që i kemi punuar për t'i hedhur, që i kemi zgjedhur, që kam parë i dakord, si dakord, ka një gabim shtypi, unë nuk jam kthyer më. E kam shumë atë frikën që do jem e pakënaqur. E shmuni gjithë krijuesve? Nuk e di. E shmuni gjithë krijuesve? Ka disa krijues për shembull që mund t'i recitojnë poezitë e tyre përmendesh, unë nuk dua të mbetem në çfarë bëra dje. Nuk kam hall se ç'do bëj sot dhe ç'do bëj nesër. Poezitë tuaja ka një frymëzim të momentit. Nuk është shumë ajo frymëzimi i çastit, por është një ide për shembull. Një varg, një fjalë, një tokë fjalësh, një bisedë që jemi duke bërë bashkë, për shkak që mua mund të më godas tani, edhe ke gjendja ime e subkonsciencës, edhe her pas here më jep një ngacmim. Derisa unë them poezi, le ta bëjmë poezi, ose nëse është ideja për një tregim, hajde tulemi tani edhe prit si do ta bëjmë. Dhe kur është puna për të shkruar një tregim, unë mund të jem me javë duke ndërtuar skenare të ndryshme duke parë atë minifilmin. Jo, s'do ta fillojmë kështu, jo. Ta bëjmë skenën kështu, do hapet kështu. Dhe shikoj sekuenca të ndryshme derisa ulem për ta shkruar. Kam ditë dhe javë që kam punuar në kokë.
që nuk funksionoj thjesht ashtu, merr ti frymëzimin dhe do marrë të shkruaj. Ke një tregim burrat qajnë. Ke qef që qajnë burrat? Të pëlqen? Nuk është se kam qef që të qajnë burrat, por është krijuar ai mentaliteti që burri duhet të jetë burr edhe nuk mund të derdhi lot. Ndërkohë që ne jemi qenie njerëzore. Dhe sidomos para humbjeve të mëdha, si të humbësh nënën, të humbësh motrën, sado kohë që mund kaloj, ajo është një plag në shpirtin tënd, aq më tepër që ai fëmijë e ka përjetuar në një moshë shumë të njomë, si një 10 vjeçar. Kupton, dhe prandaj unë duhet të jap ato kurajon që burrat qajnë, se do dhe një farë trimërie që ta lëshosh veten tënde dhe të qash. Të të lejohet. Mendo mos keni një natë me burrë dhe jo, nuk kam të një natë. Është thjesht ajo ideja që krijohet në sidomos në shoqërinë tonë që burrat duhet të jenë të fortë, burri duhet të tregojë shumë emocion, apo të tregojë shumë dhimbje, nuk duhet të thyhet. Dhimbja i thyn të gjithë njerëzit, dhimbja na thyen eshtrat. Kjo është e vërteta. Dhe kjo është ajo që unë jam munduar të pasqyroj. Në ardhjet e ardhshme në atë ç'të libra të ri do të kemi për jush? Tani është një libër që kam më tepër se një vit e gjysmë që bën xhiro pa jesh me poezi, derisa të mbarohet redaktimi, parathënia, të shkoj te shtëpia botuese. Kështu që do jetë ai i pari, jam duke punuar tregime të tjera. Ato do marrin pak kohë. Ndoshta brenda vitit mund të jetë gati një libër tjetër me tregime. Është një përmbledhje që ka të paktën 3 vjet që bën xhiron dorë në dorë dhe nuk po del. Dhe ajo është një përmbledhje me ndoshta rreth diku 120 poezi, po që janë të tëra me çfarë të kap kompasti atë. Domethënë, adeun planin personal, si malli i kurbetit, imigracionit, apo adeu me këto udhkryqet dhe foltoret, ose adeu si Byli si i lasht, apo Amanti, apo Dyrrau joni fam shumë këtu. Do më thonë, i kam marrë të gjitha çfarë e përmban adeun, dhe i kam futur në një libër. Dhe ka qenë e qëllimshme kjo, dhe kam pasur si projekt si ëndër gjithmonë që janë shkruar këto poezi, pse nuk i mbledh në një. Të jenë një gjë që e themi një monument i vogël nga ana ime. Unë nuk mund bëj gjëra më të mëdha se kaq. Unë fjalën më ka dhënë Zoti, nuk më ka dhënë Zoti paratë të milionere dhe të bëj një gjë tjetër të mirë për shqiptarët. Nuk jam as politikane që të ndryshoj. Në dëshirë për të shpëruar me kaq përparësi dhe për këto objekte të rëndësishme arkeologjike që edhe në botën perëndimore janë niveli i parë i kulturës. Mos lindë dëshira të bësh kashillek miq vetuj kanadez për vlerat atë dheu që ata nuk i kanë? Në shumë biseda me njerëzit që unë reklamoj Shqipërinë dhe filloj flas për historinë, filloj flas për antikitetin, i them, ti nuk mund të shkosh në Kroaci apo në Greqi dhe mos shkelesh në Shqipëri. Po çka kam unë? Do shkoj afër në Korfuz, po ja ku e ke kaloje, patjetër do të shohësh Butrintin. I them, se nuk do shkosh në Butrint, aty është ku bo kthimi i heronjve. Dhe i filloj të tregoj. Është ndërtuar të paktën 500 vjet para erës sonë, 5 shekuj para erës sonë, ndërkohë që Kanadaja s'kishte asgjë. Nuk e ka atë kulturë. Domethënë se ne jemi shtet 200 vjet. Në Kanada. Po dhe kur filloi të tregoj për këto gjëra, pastaj lindi disa pyetje, çfarë punën keti me historinë? S'kam punë fare dhe njoh shumë pak. Për zezën time. Për të zezën time e njoh shumë pak, duhet ta kisha njohur më shumë që të kisha pasur mundësinë të bëja gjëra më të mëdha në jetë. Atëherë ç'punë ke ti që reklamon, mos ke ndonjë agjenci turistike, mos ke ndonjë hotel, mos ke ndonjë gjë? S'kam zero, asgjë. Pastaj linda ajo pyetje tjetër që po mos ke qenë ambasadore ti, se s'ka mundësi, domethënë kaq pasion që të kesh ti, që të reklamosh Shqipërinë kaq shumë. Besoj se
deri diku luan rolin letërsia, që unë jam kjo që jam reklamistja e fort, sepse shkrien, të janë gjitha, a mund t'i ndajmë artet veç, për shembull, fjala e bukur me skulpturën, apo me artin e bukur të arkitekturës, mendoj që një njeri që dashuron një art, i dashuron të gjitha artet baras. Dhe këta e them edhe nga eksperienca, nga vetvetja ime personale, se për shembull dashuria ime parë ka qenë violina dhe nuk u realizuan, nuk më pranuan në shkollën e muzikës kur isha 6 vjeç. Vizatoja shumë ri atë kohën, vizatoja. Ishte një pasion që ishte frika ime sepse duhej që familja të investonte të më jepte kurse private dhe thoja po sikur mos më pranon lice dhe do i harxoj lekët familjes kot. Dhe më dhan opsionin do studiosh anglisht apo do studiosh mësime private që të konkurosh në lice. Dhe aty unë bëra pragmatisten që jam bërë pishmande sot e kësaj dite, se edhe sikur mos t'isha bërë një piktore e zonja, do të kisha futur këmbën dhe do kisha gjetur rrugën time për t'infiltruar në arte. Do të kisha pasur një këmbë brenda, do më isha hapur bota e madhe. Dhe libra nuk janë pak në arte. Shoqet tuaj që mund të kishin talentuar se kanë arritur këtë sukses. Ndoshta edhe këtë nivel. Nuk e di, sepse unë mendoj këtë që çfarë mund të kisha bërë më mirë. Unë nuk mendoj osa mirë që kam arritur gjë këtu. Mendoj për shembull, nëse do të kisha vazhduar fakultetin për artet e bukura, ose të kisha studiuar edhe qoftë historinë e artit, mund të kisha pasur një bagazh më të madh. Mund të kisha ardhur libri im i parë edhe më përpara se 2018-s, mos kisha emigruar, mos isha larguar, se çdo gjë më ka dëmtuar, se edhe të kesh tani do thosh, po ke pas libra në gjuhën angleze ke lexuar, po kam lexuar, po s'është njëjta gjë. Nuk t'jep të njëjtën frymë, nuk t'jep të njëjtën ushqim për shpirtin. Shihen mesatare ta dhënë. Tani është puna si të kesh një bim që kërkon diell specifik, e do direkt apo indirekt. Sa herë kërkon fatitjen. Kështu është shpirti krijuesit. Ka ca gjëra që do ato kushtet perfekte klimaterike. Dhe ti do të thosh po je zëvendësove se ke këtë. Po s'është njëjta gjë tani. Nëse ti je i fiksuar për shkakun për një lloj ushqimi dhe ai të bën më mirë, unë nuk mund të them ty na merr këtë ti se edhe kjo mirë do të bëj. Po të bëj, po s'do të bëj aq. Kështu që unë e shikoj në atë aspekt për shkakun që ndoshta mund të kishin dalë libra akoma më të fortë. Ke patur në gjatë periudhës së zhvillimit të letrar, frikën se për shembull të ndikohesh nga një shkrimtar ose poet që e ke dashur shumë poezitë e tij. Ose kë pëlqen më shumë në poezinë botërore? Unë më tepër kam frikë se do të influencohem nga poezia e keqe sesa nga poezia e mirë. Kam frikë ta ushqej shpirtin me ushqim të varfër. Por nuk kam frikë për shembull ta lexoj pafundësisht të zem, t'i kthehem. Unë e kam shumë të vështirë të ndaj kush janë autorët e preferuar për sa i përket edhe poezisë. Sepse kemi poetë shumë mirë duke filluar për shembull që nga Lazgush Paradeci, se janë vargje që na kanë mbetur në kokë, edhe se jemi bërë 47 vjeç. Perëndimi vagulluar mbi gjë. Nuk ka kush koja, po mora shoqëzën për krah, matëm rrugën ca, pa nga pak si na ndiqe pas diçka. Është shumë e thjeshtë si poezi. Është shumë e thjeshtë, po ndonjëherë pikërisht ajo bukuria e madhe vjen te gjërat më të thjeshta. Theksia e madhe, qartësia e madhe. Gjërat më të thjeshta, të prekshme. Domethënë poetë të tjerë kemi pafund, letërsia shqiptare fatmirësisht është e pasur, ka prodhuar vazhdimësisht emër, pavarësisht se mund të kenë ndenjur pak më në heshtje, po pak poezi që na ka dhënë për shembull Robert Schwartz, po janë shumë cilësore. Tani kemi dhe Fishtën për shembull që është legjendar, është një Homer. Okej, tani janë gjini të ndryshme, janë forma të ndryshme, kupton, dhe çdo poeti përshtatet një gjendje shpirtërore. Nëse unë kërkoj një revolt, mund të shkoj ke Ali Aslani për shembull. Kam një dhëmb që më dhëmb.
Nuk i ikën koha fatkeqësisht, ka mbetur akoma shumë aktual dhe 80 vite pas. Prandaj po them që është shumë e vështirë. Edhe Ismer Kadare ka poezi që unë ja dashuroj. Sepse kalon koha dhe mbeten, janë bërë dhe këngë. Kanë qëndruar kohës. Kemi tekste, muzike për shembull të Juliana Organ Gjis. Mbeti një mbretëreshe vargut. Sepse, për shembull, na lini të jetojmë, mua më shoqëroi në kokën time që nga momenti që ka dalë ajo këngë dhe jam e fiksuar pas asaj këngë dhe sot e kësaj dite. Dhe janë tekste të fuqishme, apo një këngë që ka kënduar Bashkim Alibali, s'ma njohë zemrën. Se kanë qenë tekste që kanë pas aq shumë kuptim. Dhe mbetet e tilla. Po, ke pasaj poet shkodran, poet që diktatura i la pas dore, si Ndoc Gjetja, Frederik Reshpja. Janë, domethënë, të zgjedhësh është e vështirë. Unë mundohem që të lexoj pak, edhe Driro Rogoj ka disa poezi, për shembull që pikërisht në atë thjeshtësinë thon shumë. Ai është më tepër si poeti i popullit. Do thonë, në krahasuar me mënyrën e ndërtimit të poezisë nga shkrimtarë të tjerë. Nëse do zgjidhja një, do ishte shumë e vështirë të zgjidhja një. Arminda, ishte i kënaqësi kjo bisedë që bëm në studion tonë sot të emisionit Ditari i Durrësit. Shpresojmë që kur ta kthesh me librat e tjerë, të takohemi përsëri sa herë të vish në Durrës. Mbetesh një nga poetët dhe shkrimtarët e preferuar të këtij emisioni. Shumë faleminderit për mikpritjen. Jam për herë mirënjohëse si për mikpritjen që më keni bërë në promovime, në studio gjithkund. E kam ndjer mbështetjen tuaj. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, në emisionin Ditari i Durrësit të televizionit Adrianet, ndoqëm bisedën në studio me poeten Arminda Qyqja. Mirupafshim në emisionet e ardhshme.